Provojmë snacksat e fëmijërisë. Unë them të filloj me të kripurat. Se replay, s'kan që kaq në kanë shumë të vogla. Era komplet budavallik. Ka shije pizza. Ai sa më mendon nuk e pas ka ndryshuar shijen. Gjë e mirë kjo. E shtoj me lejt. Nuk i haja kurrë ato lejsat me rigon, i haja vetëm me barbecue ose me djathë. Këto nuk e pas ka ndryshuar shijen fare. Bravo u qoftë. Ora më një që përpirun. Pas ka marr bravo lyesh të Oh, sa e mirë, sa e mirë. Zoti u nasam kishte marrë malli. Doritos vetëm me barbecue. Si nuk gjej unë në Gjermani Doritos me barbecue më valla. To sigur e pas ka ndryshuar pak shijen. Nuk e se jam të këqija, po e pas ka ndryshuar, ose ndoshta atëherë i kam dashuruar më shumë se sa mund t'i dashuroj tani, nuk e di. Vajmë në një që të ëmbël, replay kur s'kishim lek dhe Belino kur kishim lek. Ta ndaj në mes se nuk do ham vetëm brum këtu neve. Sa pak i ka. Sa për aromë. Edhe kjo me sa më mendon nuk e pas ka ndryshuar shijen. Çokolata e kësaj duket qartësisht është çokolata me lirë që mund të gjesh ndonjëherë. Pop cake ato zoti masa i kam ngrënë. Normal se këta ishin 200 lekë, këta do ham. Nuk jam shumë e sigurt, po këto me limon nuk kanë qenë kur kam qenë unë e vogël, kështu që nuk mund ta cilësoj nëse është siç ka qenë apo jo. Se mendoni ju se s'do merrja me çokoladën? Pa. Okej, me këtë e vërtetoj që nuk e pas ka ndryshuar shijen, këta shumë e mirë. Nuk po a them fare emrin se e dini vetë. Paf kam gjetur në Kaufland, me thënë drejtën. Sa ëmbël që është, nuk mund ta besoj që sa shumë donim të hanim atëherë, apo atëherë s'kishim aq shumë ëmbëlsira, thuaj që na bënte shumë dëm ky pafi. Bi pakuj tani se më ran kokë. Asa ti nuk mundem të ha. Po një cin do ta ha man. Shijen e ka si që ka pasur, shkojnë një pak afër. Po nuk e di se që ndje kam i fortësia, ose ndoshta e kam harruar unë që mund të ketë qenë kaq i fort, ose është bërë i fort gjatë rrugës, po është goxha i fort. Mund të kalosh në thyerje dhëmbësh. Belino, patjetër që unë e hëngra një belino, qershie, nuk e keni idenë se sa më shijon kjo lloj molto mua. Do ta hap tani se u mbusha me sheqer dhe nuk kam ndërmend. Ju lutem, bëjini tag Belinos që të më bëj brand ambassador. Jem imazhi i tyre dhe nuk dua asnjë lloj pagese, dua vetëm që të më nisin Belino në Gjermani. Paketa të mëdha, muaj për muaj. Ju lutem. Mora edhe këtë komposton e pjeshkës, që sërish edhe këtë nuk do hap tani, se e di që nuk do më shijojnë, se u vela. Nuk kam dyshim që kjo do jetë gjë më e mirë që ekziston. U kënaqëm.